Ndeshja sot me tregoj që Franca, edhe unë mendoj në bazë të parametrave do të jetë kandidati kryesor, se pam përpos atmosferës mrenda në grup që ishin të gjithë luftonin edhe gjatë shënimit golin shihen disa faktorë sociologjik. E sheh në bankë si qëndron, domethënë janë shumë të mobilizuar. Edhe unë mendoj që favoriti kryesor për titull të kampionit do të jetë Franca, njëkohësisht favoriti kryesor për të marrë goleshënuesin më të mirë do të jetë Mbappé. Kur jemi këtu te Mbappé do ja kaloj Miroslav Klose. Është shumë vështirë me parashiku rekordet, por në bazë të startit kundër Senegalit, unë mendoj që goli edhe pse Senegali është i 15 në rang listën që është shumë lartë në FIFA në mes në 15 ekipeve më të mira të botës, më është milajim të kjo, do më thonë shumë, por të fitosh ndeshjen me 3-1, edhe Mbappé të shënoj 2 gola është jashtëzakonisht një arritje. Për ndryshe Franca ka ekip që kushton 2 miliardë e gjys, do më thonë është vlerë shumë e madhe, edhe se në sajt vlerës, në sajt të kartonave që i kanë lojtarët e sheh edhe cilësin që e kanë, unë po mendoj që Franca është favoriti kryesor, edhe në sajt lojës e treguar që e kemi pasot, do më thonë një lojë kolektive, gjithmonë kur funksionon grupi, kur funksionon kolektivi, kur ekipi lunë me reparte, jonë si një frym funksionojnë, atëre suksesi është i sigurt. Do më thonë, këtë